lehtësia me të cilën po gjykohet dhe po vlerësohet mundësia e ndrimit të kandidates nga grupi parlamentari Lëvizjes Vetëvendosje është tërësisht i papranueshëm për ne. Më lejoni t'ju sjell në vëmendjen tuaj edhe një herë dhe gjithë opinionit dhe gjithë atyre që e kritikojnë zonjën Haxhiu, që Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit me 125.000 vota. Apo thënë ndryshe në numra, 3 herë më shumë vota se parafolsi zoti Haradinaj, me 40.000 vota, apo 2 herë më shumë se i tërë grupi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nismën, grupit konservativ intelektual që kanë qenë bashkë. Do të thotë pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e kuvendit është i pakontestueshëm. Gjithashtu nëse krahasohet edhe me vetë liderin e opozitës, zotri Memli Krasniqin, zonja Albulena Haxhiu është 30.000 vota para zotit Krasniqi. Ju lutem mos ta marrim aq lehtësisht mundësinë e ndryshimit të një propozimi, kategorizimin, kualifikimet mizogjene e gjithashtu edhe vlerësimin e punës dhe aktivitetit të saj politik në mënyrat më brutale të mundshme. Zonja Haxhiu ka qenë mbi 11 vite deputete e opozitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Roli i saj nuk ka qenë unifikues me thirrje, po ka qenë opozitare. Edhe besoj si opozitare ka tregu për kushtimin, betejën e vazhdueshme për të gjitha kauzat të cilat ajo dhe Lëvizja Vetëvendosje i kanë përfaqësuar. Pastaj në rolin e ministres së drejtësisë, në rolin ekzekutiv, prap ka përfaqësuar ekzekutivin dhe qeverinë Kurti 2. Ne po e kërkojmë konsenzusin.